SPAK ka reaguar zyrtarisht lidhur me operacionin ndërkombëtar kundër grupeve kriminale që trafikonin drogë dhe pastronin para, të shtrirë mes Shqipërisë dhe Italisë dhe i koordinuar nga Eurojust. Në njoftimin zyrtar të SPAK flitet për 52 masa sigurimi dhe miliona euro të sekuestruara në Shqipëri dhe Itali, por nuk jepen emrat e personave të përfshirë. Ende nuk dihet sepse zyrtarisht SPAK nuk publikon emrat, ndërsa në media qarkullojnë disa prej personazheve, përfshirë dhe emrat të subjekteve tregtar që zotërojnë. Sipas medjave bëhet me dije se nën sekuestro është vendosur shoqëria Marquez e Ervin Zeqirit, Felix Vinum e Adi Çobës, Majesty Construction e Eugene Drazhit, Portside e Ervis Doçit, i njohur si Visi Pojës, Dubai Inn e Nejmedin Danajt, Flora Cable, po ashtu e Nejmedin Danajt, si dhe një kompani tregtare për shitblerje makinash në pronësi të Olgert Shqevit. Gjithsesi në njoftimin zyrtar të prokurorisë speciale nuk thuhet as sa persona u arrestuan gjatë operacionit, as se kush janë ata, ndërsa thuhet se operacioni rezultoi në 52 masa sigurimi personal, nga të cilat 29 masa të vendosura nga GKGO për anëtarë të grupeve kriminale që vepronin në Shqipëri. Sipas SPAK, në Shqipëri janë sekuestruar 2 kompani ndërtimi, 4 shoqëri tregtare dhe restorante, një agjenci pasurish të paluajtshme, një TV kablor, automjete luksoze, para kesh e të tjerë. Gjithashtu është dokumentuar edhe transferimi mbi $500.000 nga Shqipëria drejt Amerikës Latine si parapagim për një sasi prej 500 kg kokainë që nisej nga Guayaquil, Ekuador. Sipas SPAK, gjatë hetimeve të zhvilluara në periudhën 2020-2025 janë dokumentuar 40 episode të trafikimit të lëndëve narkotike, përfshirë dhe sekuestrimin e sasive të konsiderueshme heroine dhe kokaine në Shqipëri, Itali dhe vende të tjera të Evropës. Një nga episodet përfshinte transportin e 255 kg heroinë dhe kokainë në Bari përmes korrierëve ndërkombëtar. Në total janë proceduar 40 shtetas shqiptar dhe 12 shtetas italian, të përfshirë në 3 grupe të organizuara kriminale, njëra me bazë në Durrës dhe 2 të tjera në rajonin e Puljas, Itali. Në Itali janë sekuestruar 9 apartamente, 4 kompani, 7 llogari bankare dhe 3 automjete. Hetimet u bazuan në metoda të avancuara hetimore, si përgjime telefonike dhe ambientale, regjistrime video, vëzhgime dhe kontrolle, analiza të komunikimeve të koduara në platformën Skyek, dëshmi të 3 bashkëpunëtorëve të drejtësisë. Autoritetet evidentuan se pagesat për lëndët narkotike kryeshin nga Italia drejt Shqipërisë përmes shoferëve të linjave ndërkombëtare të autobusëve, ndërsa vlera totale e transaksioneve të drograve të dokumentuara arrin në 4.5 milion euro. Procedurat aktualisht ndodhen në fazën e hetimit paraprak dhe autoritetet ligjzbatuese në të 2 vendet po vijojnë punën për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në aktivitetin kriminal dhe korruptiv.